Mimoza Ameti. Vëllimi juaj I fundit I poezive quhet delirium. Ju jeni delirante? Besoj se gjatë krijimit të fjalëve të reja prej një fjale, diçka ndryshon edhe në kuptim. Të jesh delirant është diçka tjetër, kurse delirium është një gjendje e përgjithshme e ngritur, jo normale, për mua presupozon një frym. Juve nuk ju pëlqejnë punët e shtëpisë. E quani defekt këtë? Po çdo gjë kur është me tepric është e rëndë, e papëlqyeshme, duke qenë se ato bëhen për ditë janë një rutinë, kur I bëj nga ndonjëherë, që të më jepet mundësia t'i bëj nga ndonjëherë, është gjë e mrekullueshme. Ju jeni seksi? Duhet pyetur im shoq. Si mendoni, cili nga bashkëshortët do të jepte opinionin më të saktë për ju? Unë e di që seksin për herë të parë kam provuar në martesën e dytë. Në poezinë tënde të fundit të vëllimit delirium, ju keni shkruar që je gomar, kjo është diçka që duket. Kujt ja keni kushtuar? Një miku tim, Edi Ramës. Kur ndiheni keq, për cilin njeri keni më shumë nevojë? Për veten time, dua të rri vetëm. Si mendoni ju, cilët e vuajnë më shumë krizën e identitetit në vendin tonë, femrat apo meshkujt? Meshkujt duhet ta vuajnë më tepër, sepse është patriarkat në gjithë botën, të paktën normalisht kështu thuhet, dhe ato marrin përsipër në një farë mënyrë edhe krizën e femrës. Ky është fustani që e kemi bler enkas për të dukur e bukur? Jo, se kam bler për këtë, ndoshta kaq that. E kam bler për të kompensuar veten time. Çfarë ju mungon? Më mungonte një fustan I gjatë. Eksakte, shumë bukur. Cila është çmenduria juaj më e famshme që njihni? Që e njoh? Që ja njihni vetes, një çmenduri në jetën tuaj. Ajo që nuk e njoh.